Debati për projekt ligjin e ri për arsimin e lartë po thellon përplasjet mes komunitetit akademik, institucioneve dhe organizatave që merren me politikat arsimore, me theks të veçantë autonomia universitare, përfshirja në procesin e hartimit dhe zhvillimin e mundshëm të funksionimit të universiteteve. Profesori universitar Bashkim Ziberi në Klik Plus tha se ky ligj përcënon autonominë e universiteteve, pasi preket segmenti që lidhet me financat vetanake të tyre. Njëkohësisht kërkoi që të flitet edhe për cilësinë në arsim. Por a duhet të jetë kërkesa edhe për punime me impakt faktor? Po. Indeksi pastaj është element shtesë që do përdorej për shembull tazon për punën për zgjedhjes së kandidatit për dekan, për rektor, njerëz që do kenë reputacion që të mundet nesër të përfaqësojnë me botën e jashtme. Dhe këtu ne kemi problem, sepse do dalim te pika ndoshta që është më neuralgjike prej gjithave, ne flasim për ndryshimet e ligjit të arsimit lartë, po mbi 50% e profesorëve universitar veç jemi profesor ordinar. Neve nuk na prek ky ligj fare. Nga ana tjetër, profesori Bujamin Bela theksoi se reforma në arsim është e domosdoshme dhe se ndërhyrja institucionale është e pashmangshme. Me sjelljen e këtij ligji të jetë një qasje gjithëpërfshirëse, inkluzive, përfshihen gjitha komunitet, posaçërisht ato të cilët i cënon, qofshin studentët, qofshin stafin akademik dhe administrativ, qofshin senatet e universitetit, qofshin dhe sindikatat, të japin mendime që kanë të bëjnë me çështjen e ligjit, sepse ky lloj debatit është mjaft i rëndësishëm, sepse i cënon drejt për drejtë dhe ndikon në shumë sfera. E një ndër ta është edhe çështjet e emigrimit që ballafaqohen, Maqedonia e Veriut. Ne nuk jemi kundër ligjit, por ky ligj duhet, të merr parasysh kërkesat edhe mënyrën vërejtjet e tona si sugjerime. Kritika për mungesë transparence në procesin e hartimit të ligjit ngriti edhe Blendi Hodaj nga Forumi për Ndryshime në Arsim. Ai bëri të ditur se në shtator të vitit 2024 ka ndërzuar 24 amendamente në Ministrinë e Arsimit lidhur me ligjin aktual, por asnjë prej tyre nuk është reflektuar në draftin e ri të publikuar në ENER rreth një muaj më parë. Sipas tij, duhet të bëhen publike edhe autorët e ligjit. Forumi për Ndryshime në Arsim nga në shtator të vitit 2024 kemi pasur një takim fillestar me ministrën Vesna Janevska, ku edhe ja kemi dorëzuar diku 24 amendamente në lidhje me ligjin momental që është, sepse nuk ishim të informuar që qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut po përgatit një ligj të ri, dhe prej ato 24 amendamenteve asnjëra nuk është reflektuar në propozim ligjin e ri që është publikuar në ENER gati se një muaj. Ajo që është shumë problematike tek ligji që duhet të theksoj edhe vetë se u përmend është pjesa e autorëve të ligjit. Në fund, profesori Bashkim Ziberi u bëri thirrje deputetëve shqiptar në kuvent që nëse ligji nuk pëson ndryshime dhe nëse cënon ekzistimin e universiteteve shqiptare, të mos e përkrajnë një draft të tillë.